loving and fighting, accusing, denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. You pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Shiro Bregut jepet titulli qytetar nderi i Vlorës me motivacione. Për veprimtarinë e gjerë në ruajtjen e traditave, kulturës dhe polifonisë së lartë. I still need you. Kadrimin e parë kam për zonën tim Elinën dhe për gocat që më motivuan ta bëja këtë gëzim sepse kemi shumë gëzime. Unë mendova ta dajmë së bashku. Ne jemi as çelë këtu. Por tash ta harrojmë me gjithë hallet, që kemi gjithë problemet, ta kalojmë mirë. Unë pres miq nga kanina. Hajde Piro, merre një këngë ashtu siç e di vet. Po të marr atë do t'i dojmë. Në mbacjen tënde. Pasioni im I lindur ka qenë kënga. Unë këtë kam pasur si qëllim që të jemi suksesshëm në punë. Si drejtues të Bashkisë Vlorës, ne kemi detyrimin moral ligjëtar që në Vlorës të kemi prezencë të mirë. Kem kulturën e mjaftueshme për miq, për shokët, për dashamirësit. Përmbushjes së detyrimit që kam për kaninën time, për Vlorën time, besoj se kam bërë diçka që më ka dashur zemra. Jam plotësisht realizuar. Në Siri, pushet vendor dhe të shëndon, të zgjojnë historinë e kulturën, sepse zgjojnë I paulli. Mirë që të gjithë kaninot të vinë, të investojnë kaninë. E bëjmë këtë aktivitet për të ngritur mbi këra do të fitojë e mira, do të fitojë kënga, do të fitojë vallja. Pas ka emocion dhe vëzot. Kjo këngë më ka mbajtur besoj të freskët. Tina me fat. Надо все Шипая, я чада примерно. Since you've been gone, I can do whatever I want.
vite që unë kam shijuar, se janë thjesht vite kalendarike, por unë i kam shijuar në kuptimin e realizimit të jetës, realizimit të familjes. Do bëjë pretensone që unë do të ju supos të kaloj mirë. Ndjemi plotësuar në radhë si familjar. Ju çoj vetë shembullor, kam bërë 2 goca, kam bërë 2 dhondot mirë, jam bërë dhe gjysh, kam bërë një alan shumë të bukur që besoj dhe të trashëgoj këtu. Me shikoj gjitha parametrat që Alani do të trashëgoj këtu me gjyshin. Më thoshte gjyshi gjithmonë që viri Çeços, ne i thoshim Çeço, do të punosh dhe për atë jetë. Do të thënë të punosh për atë jetë do të thosh të lësh vera, të lësh kujtime, të lësh mbresa. Është shumë e vështirë të flasësh pas videos, në fakt. Doja të falenderoj gjithëve që keni ardhur për të ndarë sot një moment shumë të veçantë për familjen tonë. Sot festonim ditëlindjen e babit. Si për çdo vit, do mendonim diçka për të. Pa ishte pak i vështirë. Atë babi ishte shumë i vështirë për të gëzuar, sepse e gëzoni shumë dedikimet emocionale, por ishte shumë vështirë ta gëzoje me dhurata materiale. Ai vlerësonte shumë shpirtin, njësinë, emocionin e momentit, edhe do t'i kalonte mes njerëzve emocionet e bukura, ditët e tij të vështira, sidomos ato të bukura. Për të gjithë ju në sallë, ndoshta për dikë ishte kolegu, për dikë ishte shoku, miku i zyrës, për dikë ishte antar i grupit, për ne ishte babi, gjysma e shpirtit, dita më fort njerëzore. Ai që na rriti me këngë në orët e para të mëngjesit, ai që na rrit të flokët e ngatruar poshtë pallatit në sy të këshërit komshive që shihnin një baba kaq të dedipuar për vajzat e tij. Ishte babi që na shoqëronte në shkollë me makinën e ngrohtë, me këngët tona të preferuara. Ishte babi që nuk mungoi në asnjë mbledhje me prindër, ishte babi që nuk na shortoi kurrë. Ishte babi që priti me gëzim dy vajzat e tij e më pas dy niprit e tij, që i këndonte. Drita e lanushit tim, të kemi dritë e gëzim. Bashkë të 2 metre vushit, zemrat plot nga i mbushni. Babi na jepte motivim për të ecur përpara, sepse dhe vetë ai kështu e kishte nisur. E kishte nisur rrugën në këmbë nga Kanina për të ecur përpara me zemrën, dijen dhe këngën e tij të jashtëzakonshme. Ai na mësoi shumë në fakt kur ishte gjallë, po na mësoi shumë edhe me largimin e tij. Kur ishte gjallë na mësonte që t'i donin njerëzit, t'u zgjasin me tyre dorën, t'i respektonim, sepse ai vetë ishte shumë popullor, ai trajtonte të gjithë me dignitet, të varfër apo të pasur, të dobët apo të fortë. Ai na mësoi të duam ndjenjën e prindërve tanë si një natësare më të shtrenjtë. Babi po ashtu na mësoi shumë edhe me largimin e tij. Vetëm një njeri me superfuqi si ai mundet që të bashkëbisedoj me vdekjen, të bëjë kërcimin e fundit me të, të lë pasë dhe amanete dhe dëshira. Ti shkruaj çdo kujt për t'i dhënë një shenjë në jetën e tij. Dhe na mësoi që jeta duhet jetuar, shijuar e përjetuar si ai, njësoj si ai. Ai mendoi edhe për ne sepse na ka dhënë pas një emër, këtë emër që ne festojmë sot. Dhe sot 3 muaj pas ne flasim për të, jetojmë me të, me zërin e tij, me këngët e tij,
Dhe ai jam e sigurt do të jetë modeli më i mirë për Alanin edhe për Trevin, si një dritë që do ju ndriçojë rrugën, po si dhe një trashëgimi e pashlyeshme në zemrat e tyre. Prandaj nëse unë, vajza e tij e madhe sot do t'i jepja një medalje shtuar medaljeve këtu, do të ishte babi, është babi më i mirë në botë. Dua t'ja në fjallën motrës time që është patjetër më emocionale se unë, më poetike se unë, po nuk doja t'ja lija ka shtatë, sepse babi në ditët e tij të fundit i dha asaj një shkrim që për mua ishte një gjë më të bukur që ajo do të mbaj mend në jetë. Në datën 25 nëntor, vetëm 2 ditë pas para largimit të tij. Me si presorën të trokaske i dush, me fjalë zemre të turoj në çdo 25 nëntor. Ti erdhe si zan mali në familjen tonë, si një gur i çmuar, si një meteor. Sonte do ta festojmë ndryshe, pa dhurata dhe gosti, pa këngët dhe vallet tona. Shpresoj Zoti t'je diti sjellë në shtëpinë e tij. Ti ashtu shkëlqeve në gjithë rrugtimin tënd. Të gjithë na bëre krenar. A thua kur ke shëndetjem se puna të ketë orar. Neve të urojmë nga zemra. Babi Piro si në emigrim. A të kisha forcën e Zotit. Do t'ju mblidha të gjithë, bestoni me Karim. Babi, të premtova në telefonatën tonë të fundit se kur të vije ti, do të bënim ceremoninë e dekorimit. Prandaj sot do t'jesh ti ai që do ta nisë këtë fjalim. Piro Bregaj, fjala është për ty. Nder dhe respekt. Nderi më madh, dhe vrate më madhe që Labria. Faleminderit për ulën. Për shoqatën Labria, nder dhe respekt. Jeta jote ishte një absurd i madh. E besova vërtet se kjo sëmundja jote e papritur ishte ngjarja absurde e radhës për ty dhe të thoja, nuk je jetë shkurtër ti, mos ki merak. Familja ku linde ishte ndershme dhe e varfër. Kështu thoje gjithnjë. Babaj të la shpejt dhe një zot e di, si pas një krah, as një të njohur, as një gosht që të varje gjaketën. Ti arrit e kaq shumë në jetë. Kur dilje në mësimin në fillore, ka një njohë të thonë se nga sheshit e qes, mund të dëgjojë ushtima e këngës tënde, derisa shkoje në brinjën e Mengallakos. Kështu i ke çdo ditë në shtëpi. Një fëmijë i vogël duke kënduar. Edhe pse të them të drejtën, ai realitet nuk ishte asnjë gjë për të kënduar. Mes Tiranës dhe Vlorës gjetë shoqen e jetës dhe bashkë lindën 2 vajza. Fakt të cilin ta vinin në dukje shpesh, disa megaloman që suksesin e masnin vetëm po të lindje djem. Intelektualët bëjnë vajza, u thoje ti dhe kështu ktheje në favorin tënd gjithë një bisedën. Bashkë kemi futur shumë herë dorë për dore në bashki, kur ti punoja aty, po kemi ndenjur po aq herë tani në fund, në zyrën time, sa herë ti vije papritur. E kuptoja që kisha ardhur në Tirana pa më thënë, kur dëgjoja të kumbonte zëri që në fillim të sheshit. Ardhja jote në zyrë vonoj, sepse ndaloje të përshafoje qytetarët, rojet, punojësit e shërbimeve, pastaj ish kolegët. Prandaj unë prisja qetësisht të trokisje, sepse ardhjen tënde më kishte lajmëruar ai kumbim zëri që mblidhte rreth vetes shumë. Kumbim që tani ndaloj çdo ditë për ta dëgjuar. Po çatia e vjetër e bashkisë nuk ma sjell më. Ditëlindja jote nis pranverën e parë dhe për ne ka qenë gjithnjë ditë feste. Prandaj edhe ty sot të ndrinë nuri, se po të nderohet emri. Labëria të nderon, se mu në mes të saj ti ke ngritur lapidarin tënd të këngës Labe. Vlora të nderon, se ishe modeli qytetarit që punon për vendlindjen dhe mendon për të ndihmuar të tjerët. Do doja që vdekja mos ishte kaq përfundimtare. Do të doja të uleshim edhe një herë bashkë dhe të tregoja me një videokastet çfarë ndodhi pasi ti ike. Do të tregoja se Sabriu nuk e lëshonte fotografinë tënde nga dora. Skënderi të qohë me ligje. Damiani na kujtoi se altruist ishe. Mihali nuk i mbante dot lotët. Qerqisit i sjellë ende frutat e freskëta edhe atje ku je tani.
Do të tregoja se të teatri që kush e disa herë ka gjëmuar nga zëri yt, ti bëre shfaqjen tënde të fundit në një dhjetor. Dhe të duartrokitën siç të duartrokisnin, kur në fund të këngës mblidhja dorën grusht për të treguar që ishte vargu i të fundit. Sëmundja ishte më agresive e mundshme, por tregua mëshirshme vetëm me një gjë. Të lakon që të përshëndetesh me të gjithë, me mira njerëz që interesoheshin çdo ditë për ty. E more me vete të gjithë dashurinë, vlerësimin dhe respektin, sepse e dëgjove dhe e lexove çdo ditë për 40 ditë rresht. Gëzuar ditëlindjen tënde të parë të përjetësisë. Në datën 1 linde, në datën 1 ike, gjithnjë kampion i vendit të parë. Do të doja që medaljonët e nderit që do të marrë sot të t'i vendosni mu në mes të kraharorit, po. Kraharori yt tani është i madh dhe i gjerë sa gjithë Vlora. Unë nuk të ndaloj kur të kërkuar shenja që ti aty. Nuk e di sa të nesërme do ketë jeta ime, por e di që do më mungosh në të gjitha. Derisa të takohemi prap, do më mungosh gjithë jetën, kapedan. Na falni për gjitha lotët, po për ne e dhimbshme ikja, por shumë e bukur fakti që jemi mbledhur këtu me gjithë ju sot dhe e di që të gjithë ju ndani pak nga dhimbja jonë dhe na mirëkuptoni për lotët tonë që janë shumë naiv. Më lejoni të ftoj studiuesin e etnologjisë dhe folklorit, kryetarin e shoqatës shkrimtarëve dhe artistëve Petro Marko Vlor dhe përgjegjësi sektorit bibliotekës dhe botimeve të Universitetit Ismail Qemali, zotit Albert Abrasa. Dhe kishimi ke vëlla dhe emocionet nuk jam më të vogël se tuajat. Sot Piro Bregu mbush 63 vjeç. Ndihem mirë dhe emocionuar që Këshilli Bashkiak i Vlorës, pas diskutimit të propozimit të shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve Petro Marko Vlor, nga Komisioni i Vlerësimit të Figurave të Bashkisë, i dha titullin qytetar nderi i Bashkisë Vlorë, të ndjerit Piro Ismail Bregaj pas vdekjes me motivacionin tonë. Bilbil i këngës Kanjote, yll i pashuar i këngës Labe, Piro Bregaj nga viti 2015, e se sa qenë jetë 2024, ishte përgjegjësi grupit Ismail Qemali, ndërkohë dhe marsi kryesori këtij grupi të njohur, me të cilin shkroi një histori folklorike krenare dhe larmi të pasur këngësh nga pjesëmarrja në festivale, koncerte brenda jashtëvendjet e tjerë. Ai u bë vazhdues i denj i parahasit të tij Zaçe Kaplanaj, jo vetëm si marrës e hedhësi këngës, por edhe si autor tekstesh. Ai u rrit bashkë me këngën, në këngë, dhe u formua si këngëtar shumë planësh me i zë të pastër, melodioze të toneve të larta, me një shtrirje të gjerë plot ngjyra e siguri në skenë, i dashuruar me këngën e komunikues me spektatorët që në ka dhuruar shumë emocione. Piro Bregaj, që edhe një veprimtar i dalluar shoqëror, organizator i talentuar dhe ndihmues me shpirt në gjallërimin e jetës kulturore artistike në Vlorë e kudo që punoi e jetoi. Ai spikati edhe si një kuadër shembullore i devotshëm në sektor shtetëror, ku që emëruar me detyra të rëndësishme të cilat i kreu me ndershmëri profesionale. Për Piro Bregun janë shkruar e botuar artikuj njohës e nderimi, ndërsa emri i tij kujtohet në vjersha dhe këngë. Jetëshkrimi artistik dhe kulturor i këtij personaliteti të këngës Kanjote, të këngës Labe në tërësi dhe folklorit shqiptar është i pastër, i pasur, dinamik, sa qytetar, aq adetar. Piro Ismail Bregaj ka lindur në Kanin më 1 mars 1962 në një familje adetare dhe arsim dashëse.
Shkollën fillore kreu në shkollën 8 vjeçare Rapasimi Kanin, ndërsa shkollën e mesme e ka bërë në Gjimnazin Ekonomik Halim Xhelo. E shkollën lartë e ka bërë në Universitetin Ismail Qemali Vlorë, diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. Ka qenë punonjës i përkushtuar i administratës shtetërore, duke e nisur nga drejtoria tatim taksave bashkëvlorë, si drejtore përgjegjëse sektori, e më pas në kontrollin e lartë të shtetit, e mëtej në korporatën elektroenergjetike shqiptare. Ai ishte njëri me zemër të madhe, edhe pse mbylli syt më 27 nëntor 2024 në Firenze, Itali, për ne nuk ka ikur, sepse e rron me këngën e tij, me mirësinë e tij si mjaltë kanine. Veprimtaria para vitit 1990. Në vitin 1975, në moshën 13 vjeçare, zbulohet talenti i tij në këngë dhe aktivizohet me grupin e shkollës. Në vitin 1976, dallohet për vokal të veçantë dhe kalohet në grupin e të rinjve të këngës slabe në Kanin. Në vitin 1986, në regjistrimi i parë të grupit Kaninës në televizionin publik shqiptar, ai ka qenë protagonisti. Këndonte këngë labe, por edhe këngën qytetare vlonjate. Veprimtaria pas vitit 90. Ishte ndër antarët e parë në themelimin e ansamblit Shqipini. Në vitin 1998, themeloi grupin e këngës slabe Ismail Qemali Kanin dhe është autori i një pjese të madhe të këngëve të reja të këtij grupi, pas drejtuesit të parë dhe autorit kryesor të teksteve, poetit të njohur popullor dhe mësuesit veteran Meleq Kaplanaj, është dhe vjues i stafetës së tij. Në vitin 2007 ka regjistruar këngë labe Në Baçën Tënde, regjistrim që është mbrojtur dhe nga UNESCO. Në vitet 2003-2016 ka punuar pranë drejtorisë tatim taksave në Bashkinë e Vlorës, ku ka njohur, orientuar dhe ndihmuar shumë qytetarë të Vlorës për problematikat e tyre. E dallonte dëshira mirë për të ndihmuar të njohurit pa njohur dhe gatishmëria e tij për të zgjidhur problemet deri në instancat më të larta. Në vitin 2012 ishte organizator kryesor i koncertit 100 vjetorit të pavarësisë në Kanin. Koncert që ndëroi figurën e themeltarit të shtetit pavarur shqiptar Ismail Qemalit, ku pati një pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe pushtetarëve të kohës. Gjithashtu, ishte ideator dhe kontribues në realizimin e vendosjes së bustit të Ismail Qemalit në sheshin të qetë Kaninës, vend lindjes së Ismail Qemal Vlorës. Në vitin 2014, themeloi festën e Kaninës, një aktivitet i gjerë që përfshin organizimin e një feste të madhe, me muzikë, kulinari e vallëzim, e cila shërben për të përdhuruar vlera, traditat dhe kulturën, jo vetëm të Kaninës, por të gjithë Vlorës. Festa e Kaninës është organizuar në kujdesin e veçantë të Pirobregajt për 10 vjet të radhazit, 2014-2024, dhe ka pasur impakt në atraksionin turistik të Vlorës, pasi organizohet Kalani e Kaninës. Pirobregaj, përveç se themelues dhe organizator, ka qenë i angazhuar edhe si performues i kësaj feste. Ishte antar i kryesisë së shoqatës adetare kulturore Labria. Ishte antar i shoqatës së shkrimtarëve dhe artistëve Petro Marko Vlorë. Në vitin 2016 vlerësohet me titullin Minjoje e Qarkut Vlorë nga Këshilli i Qarkut Vlorë. Ka qenë bashk organizator i festivalit folklorik Buçet Kënga Labe Dashovic 2018. E ndjetë arsyeshme që të ndaloj pakës në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore të Vlorës. Kemi disa vjet që po punojmë për përgatitjen e botimit të një libri me titullin Buçet Kënga Labe Festivali Folklorik Dashovic 2018 në formën e një almanaku folklorike kulturor. Patjetër që janë bërë shumë festivala, edhe më përpara edhe më mbrapa festivali folklorik Buçet Kënga Labe Dashovic 2018. Por ky festival mbetet një model shembullor për të ndjekur në të gjitha rrafshet e pikëshikimet e një veprimtarie të tillë, me vlera folklorike, adetare, artistike, estetike, qytetare dhe me mesazhe për brezat e rinj. Këtij festivali i dha frym shpirti bukur fisnik i 163 artistëve popullor të Labrisë së Vlorës dhe u mbështet e organizuar nga bujaria e labëve të mirë Djemja Dashoviciot, Adrian Resulli e Piro dhe Bujar Leskaj. Në këtë festival
Piro Bregaj, jo vetëm që ndihmoi organizimin krahas vendasve përfaqësuar nga shoqata Dashovica, por me atë buzëgazin e tij karakteristik, u ndodh pranë çdo përgjegjësi grupi dhe pranë çdo artisti popullor me probleme të ndryshme të mbarvajtjes së festivalit, si dhe për logjistikën që i kishin besuar ideatorët. Artistin Piro Bregaj mund ta quajmë vërtet maratonomakun e festivalit folklorik Buçet Kangalabe Dashovic 2018. Dhe ndihe aq entuziast, aq i përkushtuar, aq i qeshur e gëzuar që do të zhvillohet ky festival, atje ku i takonte, në portën e lumit Vlorës së Labris. Në këtë festival këndoi me shpirt e me zë, si ai dhe bilbili magjik Piro Bregaj. Do ta donte këngën e vendlindjes, të gjitha stilet muzikore të këngës labe. Piro Bregaj që infatos i këngës pas të labe, astaj të kulluarës, burimores, për bukure me kumbim tër trupor në bashkohësi. Sa shumë donte ta shikonte të botuar librin. Prandaj, ky libër që do të botohet së shpejti, vetëm për atë ngjarje të rëndësishme folklorike të Vlorës son, do të jetë edhe një tufëz me lule shkrimore në nderim të emrit, këngës dhe profilit të lartë të labit nga kanina të paharuarit ton Piro Bregaj. Edhe njëherë, falenderojmë dhe vlerësojmë thellësisht Këshillin Bashkiak të Vlorës për dashamirësinë e treguar në bashkëpunimin me shoqatën e shkrimtarëve dhe artiste Petro Marko Vlorë për nderimin e zotit Piro Bregaj me titullin Qytetar Nderi. Dua ndaj me ju këtë emocion që mbiu të mërkurën 27 nëntorit 2024 dhe sot 1 mars në 63 vjetorin e ditëlindjes tij po a them dhe juve. Pse o Piro Bregu më hëngren bes? Te këti trim hekur të pata shumë shpres, ike fluturove, bilbili kaninës, lartë, te yjet shkove, në erë trënelinës, ike Piro Bregu, tek përkundi e ëndrën, si kur u hap shtegu me helmove këngën. Nërtësia slani të thurë vargje shpirti. Piro kapetani o Piro artisti. Si duket të deshi shumë nërtësiu. Ike ti përlapshen drejt ti si veriu. Nërtësie Piro, çfarë na bët kështu? Keq më ligështuat, sa të vite kjo, dritë e ti. Shumë faleminderit për vargjet, për dedikimin, e vlerësojmë shumë. Më lejoni të ftoj tani një mik të babit, mik të rrallë të familjes tonë, po të gjithë vlonjatëve besoj. Unë nuk do them as ofiqe, as emërtime, as gjë, po do them që babi thoshte një fjali se herë vinte një mesazh nga ju. As çfarë djali është ai. Kështu që më lejoni të ftoj zotin Çiknuri. Faleminderit për mundësi që të datë. Në fakt nuk ndodha do të varrimin e Piro se e mora vesh, isha jashtë, mora vesh vonë. Edhe pata një ndjesi jo të mirë, sepse Piro ishe këngëtar, ishe jetash. Kur Piro këndonte, të sillte një jetë. Unë kam ca momente që do t'i ndaj për ju. Ndjes që Piro për mua që shumë i veçantë për faktin se kam disa kujtime që ja vlen dhe ndaj. Jo faktis që i kuherët se njeriu nuk e di fundin e tij. E rëndësishme si e jeton jetën e tij. Dhe Piro ishte shëmbëltyra e jetës me emocion, me shpirt dhe siç këndonte ashtu i këndonte shpirti. Maj mund kur erdha atëherë në Vlorë, nuk kisha një misi me Piron. Bashortja Piros kishe misi me familjen e xhaxhait tim dhe ka punuar aty. Dhe Piro atëherë maj mund kur erdhi, kur isha ministër, ishte në KLSH. Edhe më thoshte, Damja, duhet ndroj vonë, po ç'ke mirë, i thash, jem KLSH. Damja, si jam bërë për të kontrolluar njerëz. Unë dua të jem miq me njerëz. I thash, nesër do fillosh diku tjetër se e meriton vetëm me këtë fjalë që ke thënë. Nuk pëlqen kontrollet.
E dyta erdha në Vlorë, pastaj më tha, ishën ato ditë e para se isha deleguar këtu, edhe do ikim në Kanin, të Astriti atje në lokal, do mblidheshim, ishe festat e nëndorit, Piro i vlerësonte shumë ato festa, ishe 28 nëndorit, i thash, Piro, do këndojmë, tha. Por i thash, unë nisën e mbaj, thash, po tash i fjallet si ti, Damian Tjenur, po qeshe ti në këngë shkon mirë, si unë thoshe, qesh ti, do qeshe dhe kënga do shkoj mirë. Dhe realisht kënduam atje dhe unë ndjem mirë me shokët, dhe realisht Piro të zhvishte nga çdo lloj emocioni, nga çdo lloj ngarkese negative dhe realisht është njeriu që nuk tha një herë një fjalë të keqe. Dhe unë e besoj, se nga njerë Vlorë ju e dini se edhe unë lënjat si ju, kemi llafe me njëri tjetrin, themi në opinion, no Piro, po ky pse thon për këtë? Le se kështu e kanë njerëzit, çdo njeri ka në ti dhe të mirë dhe të keqe, do i njohësh. Dhe me këtë sikur të zhvishte nga ajo ngarkesë që zakonisht e merr pa dashje njeriu, sidomos kur janë këto punët politike, po me Piron çdo gjithçka bëj ashtu si kënga. Dhe të them drejtë ishte një njerëz shembullor, ashtu i ri gjithmonë me ato flokët, i thosha Piro ti si unë, s'të bien flokët. Ti do jetosh gjatë. Jetën se dim dha e rëndësishme si jeton. Dhe mua më kujtohet fakt fjalët e babait tim, se dhe babai nga i 63 vjeç, sa Piro. Edhe mbaj mend ato momentet e fundit. Po i ke shpejt, se normal, 63 është i ri njeriu, nuk ka rëndësi sa jeton. E rëndësishme si e jeton jetën. Dhe Piro i tillë ishte, dhe i tillë do të mbajt mend. Kështu që do bëhet krenar familja, të gjithë shokët dhe miq do ta kujtojnë tamam Bilbili i Labris dhe me këngën e tij ka përjetësuar gjithçka të mirë që ju keni. Kështu që unë nuk dua të flas më gjatë se dhe emocione kam, por ka lënë një emër të mirë, ka qenë një qytetar model dhe duhet jeni krenar për babain tuaj që jetoj shkurt, po për mua ka përjetësinë e këngës dhe ai më ka emocionuar shumë fundi varrimi që u bë ku e përcollët me këngë ishte gjëja më e bukur, ashtu siç e meritonte shpirti i Piros. Kështu që të rroni ta kujtoni gjithmonë dhe u ndjef krenar e Vlora, shoqata Labria, faleminderit që e keni vlerësuar edhe Këshillit Bashkiak, se ai njeri meriton shumë. Paçi gjithmonë të mira dhe gjithçka të mira për Zotit. Faleminderit shumë për fjalët, edhe ne i vlerësojmë shumë këto kujtime, sepse kur babi është larguar, ndarja e kujtimeve nga të tjerët me ne, na i ka lehtësuar shumë dhimbjen, edhe jemi shumë kuriozitarë unë dhe Keda sidomos, të dim çfarë thon të tjerët për babin, çfarë kanë kaluar me babin, si ka qenë babi me ta, sepse duam të dim edhe më shumë. Unë tani nuk do flas me skalet, se tani unë po prezantoj njerëz që janë një këtu miq të ngushtë edhe tanët. Dhe tashmë i takon radha një personi që ka qenë shumë afër me babit këto kohë, ka qenë shoku i tij i ngushtë. Mua më dukeshin si një dyshe e padeshifrueshme bashkë, kur flisin me njëri tjetrin nuk e kuptoja për çfarë flisnin, për mirë apo për keq. Me sa duket kishin krijuar një marrëdhënie që ishte e pazgjidhshme. Ftoi zotin Sabrilani, i cili është një kolegu i babit në korporatën elektroenergjetike shqiptare. Unë Piron e njohsa përpara ja 30 sa vjetë, punonim në Rinin. Unë atë kohë isha sekretari i Parinisë Nesh, Piro ishte instruktori i Komitetit të Rinisë këtu në Vlorë. Ishte një aktivitet në Guz Baba, dhe më bani përshtypje, një djalë shumë energjik, shumë i veçantë, thash ko gjenë këtë forcë, sa model organizimit ishte. Dhe Zoti Gjiknur ja di shumë për ndërë, se na bani një shkusi misiet, e ristartoj misin tonë, u bashku në korporatë të dy bashkë, u kujdes edhe për Piron për mu, pra u kujdes për misin tonë, do thënë. Dhe me Piron kam shumë kujtime. Sot Piro do të mushte 63 vjeç. Gaboj kur e vendosën kohë të shkuar, po kështu ndodh gramatikisht kur ndahemi fizikisht me njerëzit. Por në duhet shpreh në formën fjalisë dëshirore. Sot Piro mbushi 63 vjeç mes nesh, se që nga 27 nëntor i vitit shkuar e deri më sot nuk kemi rreshtur së foluri për të dhe me të. Unë flas me Piron çdo ditë e për natë. Vetëm me shikim nga qielli aty ku më thot, dërmani vllajt, se kështu më thoshte. E di që ka marrë malli, por i herë për të ardhur tek unë, rri aty ku je me Alinën dhe Enion, mesën në nipin tim të dashur, dhe përqafoj fort ato tut, dhe mi përqafoj shumë edhe Alanin e Trevin. Ishin dopsia e tij, do thënë. Ato më ndryshuan jetën.
të bukur kisha jetën, tha, po ma bën më të bukur, tha. Piro nuk I meti borsh askujt për veçmejet. I pata thënë atëherë kur luftova me vdekjen në vitin 2020 se pata problemet në breftë. O Piro, si me shaka e thash. Kur të largohem nga kjo botë, fjalën e rastit mbaje ti, thash. Se ti njeh si pakush, dhe më përsill me fjalë zemrët, se dikush tjetër do të flasë më shumë për babain tim partizan, dhe për të parë të mi nga Pashalleku I Bushaklive, nga kam origjinën, se sa për mua do flasë më tepër për babain e për fisin. Pa ne për të lejë tykte, por nuk pas ka qenë falë. Ironia fatit I ndroi rolet. Unë personisht flasë me njerëzit për Piron çdo ditë. Nga do që utoj në Fiers, në Koman, në Valdez, në Shkodër, në Tropoj, në Kanin, në gjithë Shqipërinë. U them bashkëkotarëve, këtu kam qenë me Piron. Tu kemi dërkuar bashkë, kemi kënduar bashkë, jemi mërzitur bashkë, se e tillë është jeta, me lajme të mira, e lajme të kopshme, siç ndau me mua Loti në 2 raste kur huma pa pritur motrën e vllajë. Ai ishte pranë me në ditë të Lotit. Siç thot filozofi Seneca, ari provoz në zjarr dhe njeriu në vështirësi e në fatkeqësi. Dhe Piro ishte vërtet si ari. Pra kemi ndarë aq shumë kohë me një tjetrin, më shumë sa me vëllezër që ne ka lindur një nën. Me pëlqen këtë rast përmend shprehjen brillante të mikut ton përbashkët Mihal, që I thoshte Piros, të kam vëlla pa pjesë. Sa domethënëse. Madje në kohën e sotme, po duhen më fort vëllezërit pa pjesë, se sa vëllezër grina vetë se ta maqar për të ndarë pjesën e lënë nga babai. Piro I donte njerëzit. Kur hape pësirtarje të urisë Piros, mas ju legu nga ne, bashkë me drejtoreshe Dirën, në sirtarin tim gjetë me shumë CV. Dhe di që ato CV do t'i adresonte një pjesë ma të Zoti Gjiknuri, një pjesë të të bashkia, të I gjithë miqt, nuk I linë të ratë, sepse donte që se cilin të shifte të qeshur. Dhe nuk nimonte këdo, nimonte ato që ishin në nevojë që ishin Zot, dhe që do I shërbenin punës. Dhe drejtoresha Dira më tha I fjalë, po Piro dinte, njerëz dinin kujt I drejtoshin, edhe Piro dinte se kujt I drejtoi. Pra një burr shëmbullor që hallin e tij e bënte të vetin. Pra Piro kishte një empati si pak njerëz, futen në lëkurën e tjetrit. Më shfiksuar një rast, ishim me Piro në Tropoj me shërbim për auditimin e Centralës Fiersës. Një mbazite me telefonon me shësim I me shoqet të uta dhe më thot, çuni është me temperaturë. Atë periudhë Covidi na sillen nëpër këmbë si një çakall jetur. U mërzita. Piro e lezoi shqetësimin tim. U fut në rolin që dinte ta bënte mirë. Kur shkom në hotel, më telefonon një numër I panjohur. Jam Skënderbrat, më thot. I thash I dashur doktor I gjithë shqiptarëve. Këtu ka trauti burra. E shoh që pas ka telefonuar Piro për hallin tim. Po, Piro më tha se miku I Sabri ka çunin e vogël me temperaturë. Dhe doktori për përcaktuar dozën më pyeti, sa vjeç është çuni I vogël? 26 thash. Po nuk që nga I vogël më tha. E unë ja bëra si e bia jo për mbregut. Është imi ai. Edhe Piro po qeshte, do thonë, kur ja tregohet histori. Qeshëm së bashku me doktor Senderin, doktorin gjithë shqiptarëve, I cili që nga e ditë është një I shtrenjtë imi. Dhe ky rast më mësoi me doktorin, dhe rrëmisht me doktorin Shajanën, të grua derë hapur për cilin do që jeta përplas me derë të shqetësime. Sa shumë nevojë kemi për ta njerëz, lumë shqiptarët që I kanë, lumën që I ka miq. Pra Piro e shpërndante miqsinë, nuk e mbante për vete. Piro kishte qef kur thoshte kjo është miku I përbashkët. Piro ishte mjeshtë I vendosës balancave e zgjidhjes konflikteve. E kisha parë si adite me sukses kur hynten të mes. Sa që herë mendoj, a thua Zoti e zgjodhi që ta ketë pranë vetes atij lart, se dikush duhet të jetë për krah të madh Zot në misionin e pajtimit, se kudo që shkojnë shqiptarët në 2 botët duhen ndërmjet për shuar zëngat dhe konfliktet e tyre. Piro në tokë ja doli, por atjera do ja dal. Piro e deshti këngën dhe me këngë shkoi drejt qiellit duke kënuar. O në baçën tënde. Ngjashëm me mikun tim Toni Tashana, që mbylli si duke kënuar këngën hit erë pranvera. Piro shkoi për vijur bashkëpunimin me kolegët e nderuar të këngës polifonike Labe
kujtimisën e Tërbaqit dhe të mangin lefterqipat të pilurit dhe jo vetëm, krijuesit të sa e sa këngët që ashtuan bukurinë, krenarin dhe maushtin këngës shqiptare. Ndajevon shpesher në mendje për së zvargjet magjike o shokë vdeksha nga kënga. Piro e donte Vlorën dhe Vlora e deshi Piron. Piro u përsoll si personalitet me të gjitha ndrimet. Qytetarët kanë pjesën e tyre, edhe kryetari i bashkisë i nderuri ambasador Dredha ka pjesën e vet. E bëri detyrën siç di ta bëj me përkushtim gjithë punët. Unë i thoja Piros, mos më mbur Ermalet, po janë të mirë o Derman më thoshte. Pse të keq e ke Ermalin tënd, çunin tim. Një falëndrim personalisht i shkon edhe Këshillit Bashkiak. Qëra voton në një mendje. Rasti votimit për Piro Bregën, qytetar nderi i Vlorës, le të jetë augur i mirë për konsensuset të tjera në planet për ta bërë Vlorën më të bukur, siç e duam ne, siç e deshi Piro. I dashur Piro, e di që po na vështon nga lart. Sot në 63 vitorin e linës certifikuam formalisht qytetar nderi i Vlorës. I tillë ke qenë gjithnjë. Ju falenderoj. Faleminderit, përmendët pak kryetarin e bashkisë, nuk ndodhet sot këtu për shkak të një angazhimi tjetër që edhe ne jemi falënderues për gjithë qëndrimin pranë në momentet tona më të vështira, po përmendët edhe doktor Skënderin që ne i kemi lënë fjalën të fundit në këtë pjesë sepse ai është pjesë e familjes tonë dhe ne u bëm pak xheloz në fund se babi nuk na i besonte më fjalën e, po donte vetëm fjalën e doktor Skënderit. Dhe në ditët e tij të vështira ne merrnim atë për t'i transmetuar babit pak kurajo dhe shpresë, në mënyrë që ato ditë mos ta ndjente dhimbjen edhe mos të ndihej vetëm. Doktor, e di që është e vështirë, po jam e sigurt që ju do sillni atë anën tjetër njerëzore të babit që Shumë e vështirë. Në në falë Shopiro, po. S'ka përëri. Si konohem do të lotët janë. Si majmë do ditë premtime të lina, kështu që. Falenderit gjithë dhe njerë. Lotët si konohem do të ato vim për të na paqtuar, nuk vim për të na shtuar dhimbjen. Zakonisht dhe e mira është t'i nxjerrim gjithë. Fillosh me Piron, unë që kur kemi lërë deri një ditë para se të ikte ishim në kontakt vazhdueshëm. Nuk dua të tregoj se kush ishte Piro, se i thanë gjithë me radhë kush ishte. Më mungon kafjat ke mohta. Më mungon zyra ku vinte çdo ditë. Mungon kënga sa herë që vija telefonin në Viva Voce. Shumë herë, bolli thosha, qëromo që këte se më bërë si burri nënës shumë herë. Kështu që janë disa gjëra që nuk i ka përdim dot me gjitha të jeta, kjo është. Këmë bërë shumë herë për shkimin e Piros, kur vinte nga Misunja, nga Mengallakos, nga Brinja Kanullit, nga Proi Parë, sa herë që vinte shi, sa herë që ishte balt, sa herë që vinin të lagur të gjithë me radhë. Se herë që shtronin më borin me zhavorë që mos bëj balt. Një nga episodet më të veçanta që më kujtua pak më parë duke dëgjuar historitë. Shkonim në një olimpiad të matematikës. Si shumë fëmijë të Kaninës nuk dallohesh më pantallona tona kush ishte origjina, se ishin vetëm andre. Edhe fatkeqësisht unë s'po gjeja dot. Edhe me Piron, si do të veprojmë, si do të bëjmë, se s'dua të përmend emra, gjithë një parë pallona të një shoqjes tonë të klasës që i veshëm. Dhe shkojmë. Për të ardhur pastaj tek rinia e Piros, tek përkushtimi i të mirës, tek pushtimi i historive që ne i kujtojmë të gjithë me radhë, kur mblidheshim që kujtojmë historitë e Gjafuatit dhe Qanamikut, historitë e Gjaduros, të gjitha të atyre njerëzve që kishin lënë thënie që kishin marrë nga të parët tanë, vazhdojmë t'i themi edhe sot kur mblidhemi.
Edhe kur kejda merdi të kafjat e mota që më duk se erdi Pirua para 2-3 javësh. Historia e shkollës e vuajtjeve, ne s'kemi bërë fëmini, s'kemi bërë rini, se kemi qenë ku të nxinim bukën e gojës, ku të gjenim një mundësi më shumë. Po Pirua e kam thonë deri tjetër, ishte nga ata që e krijoi çdo gjë këtu në Shqipëri. Ishte i vetmi nga brezi, nga shokët, nga miqtë që që nuk doli një ditë jashtë shtetit, që nuk provoi një ditë emigracioni. Por kujtoj vetëm miq dhe shok, me këdo që ishte njeri i mirë, hajde se do të takojmë këtë, hajde se do të takojmë atë, hajde se mund të bëjmë këtë. Edhe hitën e njerë të vinë edhe në pozitë që do bëjmë këtë projekt për kaninën. Po qa projekti? Ja, pastaj e shpjegonte me radhë, ja kënga, ja lapidari, ja busti, ja tradita, ja inqizimi këngëve dhe kështu me festa, atë fest që shqyqysh do të kthyen në një tradit falë impenjimit të Piros, të djemve të kaninës, të shoqatës kanina, që u bë një tradit që ngeli edhe me emrin e djemve të kaninës. Ajo që bëm gjatë gjithë jetës, u gjendëm në Kaninë, u gjendëm në Vlorë, në gjithë shokët që pyeta kur u ktheva në 2015-ën, se kuptohet që mbas 20 e ca vitesh që isha në Itali, të bëje një gjë që nuk e dije si do dilte, pavarësisht faktit që e kisha bindje, midis shumë miqve dhe shokëve që pyeta që si thua, i vetmi që ishte më i bindur nga gjithë që ti do ta bësh se e bën këtë, se ne kemi nevojë për këtë, e ne të duam këtu. Sepse Kanina i ka pasur gjithmonë figurat e veta, i ka pas në tradit, i ka pas në luft, i ka pas patriot, i ka pas shkrimtar, i ka pas doktor, inxhinier, nuk ka një profesion që mungon në Kaninë. Edhe shumë herë e bënim të momentit një podcast, si mund të thosh, kur shkonim te Kogundi Labëris në Pepelen, në makinë, çfarë do lloj ide që vinte e diskutonim dhe edhe ta programoja nuk do të dilte aq mirë. U gjendëm në Tiranë, duke tentuar që të ringrije edhe aty dega e shoqatës Kanina, se besoj se më shumë kanionët kanë në Tiranë se sa në Kaninë sot. Edhe gjithandej. Pra një njeri që unë i ndaj njerëzit në njerëz të thjeshtë, në njerëz që mbajnë familjen, me ndeshmëri me të gjitha, në njerëz që anojnë shumë nga e keqa dhe njerëz që anojnë nga e mira. Pirua ishte tek kjo e fundit. Ishte një njeri që anonte vetëm nga e mira dhe kështu do ta mbaj mend. Dhe kështu do ta kujtojmë gjithkohën. Na dha shumë amanete, sidomos Madelinës edhe gocave 2 ditë e fundit. Nuk e sollëm dot, donte të vdiste në Kaninë. Njeriu që u bind që disa ditë më parë që nuk kishte shpresë. Unë si mjek nuk e pranoja dot, sigurisht. Po dhe Lina asnjë se pranon dhe dot, po as Lina që ishte atje afër ato momentet e fundit, nuk e kuptoi dot që ai po ikte. Dhe i la të gjitha amanetet. Një gjë që nuk e ka përdi dot, Ina është Alani. Alani që i pyet Linën që i thot, pse e madhe shtëpia e gjyqit, pse se hap telefonin ai? Sepse ai ishte meraku i tij. Kështu që një histori, nuk mbanon historia Pirës, po unë do një falënderim në veçanti Bashkisë Vlorës, sepse vlerësimi që të bën ai që të njeh, krahina jote, fshati jot, njerëzit e tu, aty të bën Labëria, shoqata Labëria, ajo është merit, sepse po të dalim të vëmë vota sot si figura, shumë njerëz e kanë me të dëgjuar, edhe mund të t'japi një votë më shumë apo një vlerësim më shumë. Po ai që të njeh që nga zana fillaj, që kur ke lindë deri çfarë ke bërë dhe kush je, ai është vlerësimi më i madh. Kështu që një falënderim madh Bashkisë Vlorë dhe shoqatës Labëria për këtë çmim të merituar të Pirobregut. Shumë faleminderit doktor për gjitha mendimet, kujtimet që kemi ndarë bashkë edhe në momentet e tjera dhe i vlerësojmë shumë edhe qëndrimin afër babit në momentet e tij më të vështira. Përpara se të përmbyllim këtë pjesë të parë dhe paradhënies së titullit qytetar nderi Vlorës, nuk mund të rinim paftuar familjen e babit të dytë. Unë e pranoj, babi kishte një familje të dytë që ishin njësoj si ne, afër tij, bashkë me të vuanin, qanin, hallet, i dinin gjithë shqetësimet e një tjetrit, jo vetëm ata, po edhe ne.
ftoj Fationin, Besnikun, Sofon, Qeqon, Yllin, se për ne kanë qenë shoqëruesit e jetës tonë, që kur kemi lindur e deri më sot. Ata këto ditë, siç kanë kurdisur, nuk na i kanë treguar, po kanë dashur që t'i dedikojnë babit një këngë, dhe unë jam shumë kurioze të di sot se çfarë do na përcjellin. Babi ishte lider i grupit, po unë jam e bindur që kënga do vazhdojë në kanin, edhe që do vazhdoni përjetësisht të jeni miqtë më të mirë të njëri tjetrit. Shumë faleminderit. U shkëput një yll nga qelli e ndriçoj kanin. Sorë habiti krahinë Drini në gurët e kalasë kur vijen në kaline dhe jam e këngës labe për dashurin I ku ylli prap në qelë me mision për engjëllit Ta sqarojmë, jo se nuk dinin ta këndonin live, po këta kanë qenë aq të emocionuar sa thoshin ne nuk e bëjmë dot live se nuk mbajmë dot lotët, po ju siguroj që kënga doli e shkëlqyer dhe ju falenderojmë shumë se ne do kemi një kujtim shumë të veçantë në jetën tonë. Ftoj në kryetarin e Këshillit Bashkisë Vlorë, zotin Myzafer Elezaj, për të bërë ceremoninë e dhënies së titullit qytetar ndër i Vlorës. Kejda, Mami, Klajdi, Denis. Të nderuar familjar, është privilegj për mua që jam para familjes së Piro Pregut, emrit të madh Piro Pregut, para miqve të afërm të tij. Dëshiroj që t'ju përshëndes në emër të Këshillit Bashkiak. Ne jemi 51 këshilltar nga spirte të ndryshme politike, por na bashkoi Pirua. Pra ishim gjithë bashkë, unë uroj që për gjitha vendimarrjet të cilat janë në funksion të zhvillimit të Vlorës të jemi bashkë, sikurse u bëm bashkë për Pirua. Dikush thaj që Pirua iku fare. Unë në fakt mendoj që nuk ka ikur, pasi i besoj sa shpresje, kush ronë në zemrat tona nuk vdes kur. I tillë ishte Pirua. Me lejoni që me vendimin numër 11 datë 28 i pari 2025 të Këshillit Bashkiak Vlorë, Piro Pregut jepet titulli qytetar ndër i Vlorës me motivacione. Për veprimtarinë e gjerë në ruajtjen e traditave, kulturës dhe polifonisë slabe. Në fakt, në forë, edhe një.
mbaruar kujtimi i Piro Pregut. Shumë simbolike, por me shumë vlerë për Piro dhe për familjen dhe për gjithë të qytetarët dhe miqtë e Vlorës. Takzoni Ne filluam me shumë emocione, por isha sigurt që pa nisur që aktiviteti do të ishte shumë i bukur. Edhe tani do më lejoni që ta thyej pak zin vetëm për 1 minutë, sepse dua që nëpërmjet këtij veprimi t'i tregoj babit kudo që t'jetë që tradita vazhdon dhe nga vajza e tij unë tani jam kthyer në trashëgimtaren e tij të këngës. Ftoj grupin Ismail Qemalit të më bashkohet dhe këdo tjetër që ka dëshirë të bëjë isto për këngën, Skënder Altin. Ja thoshte vile bili. Hajde
Vlora dhe labëria ka shumë burra fisnik, por nëse është një burr I cili është simboli I ruajtjes fanatike të vlerave, të traditës dhe kulturës së të gjithë trevës së labërisë, ai është kryetari I shoqatës Labëria Dega Vlorë, zoti Ahmet Demaj, një mik I vjetër I babit, një mik I vjetër I të gjithë atyre që vlerat I kanë lajmotiv të jetës. Zoti Ahmet, ju ftoj të mbani fjalën e rastit. E para që do thoshja, sot u vërtetua kush ka vajza, botën ka. I nderuar deputet, faleminderit ti e spjegove arsye pse ka ardhur, të nderuar familjar, ditëlindjet këtë fillu gjithmonë. Nën kryetari I bashkisë dhe përfaqësuesit na ikën, kryetari I shoqatës Labëria të Shqipërisë, mirë se erdhe që nga Tirana për këtë eveniment. Shumë faleminderit zonja Elena Kadare. A kemi në salë dhe rrit gjera tonë. Unë nuk do të zgjas, nëse do kaloj 4 minuta. Ishin 3 mundësi që të zhvilloje një aktivitet për Piro. E para, ne që e nisim si shoqat Labërie që ku ishte I gjallë. E dyta, organizimi një ceremonie nga bashkia Vlorë për t'i dhënë titulli qytetar nderi, dhe e treta, familja të festonte 1 marsin si ditëlindje të Piros. Zgjodhëm të shkrieshin të 3 në 1, të festojnë ditëlindjen edhe si mesazh për të thënë se për njerëz të tillë nuk ka vdekje, sepse ditëlindja na frymëzon, kurse ditë vdekjet na trondit. Për atë dashur miq, jemi në një ditëlindje që ndihem një boshllëk, sepse është një vend bosh, është vendi Piros, I cili mungon dukja e tij në lëvizje për organizim, drejtim, pritje, përcjellje, buzëqeshjen e tij aq të dashamirës. E ndjejmë të boshllëk bashkëshortja, vajzat, niprit, vëllezërit, motrat, bashkëtarët, bashkëpunëtorë dhe me gjithë ata shokë me të cilët ai punoj. Të gjithë e ndjejmë se e kemi në sallë, por secili e ndjen në zemrën e tij dhe thonë, Piro, je në zemrën tona. Shprehem kështu se që gjithnjën ai donte dhe na donte të gjithë. Që nga familja, fshati, krahina dhe kudo që priste e kishte shoqëri, buzëqeshja e tij dhe kënga të bënin mik në mënyrë të domosdoshme. Me vullnet të patundur, me ndershmëri të pashuar, me respekt dhe mirënjohje, bëri aq miq sa ditët e përcjelljes së tij te teatri bëri ndryshimin midis njeriu të thjeshtë dhe një përcjellje të jashtëzakonshme. Ishte merit vetëm e Piro Bregu. Iku pa pritur, por që e ndjeu dhe luftoi me vdekjen, e përbuzi atë jo duke u mposhtur, por duke kënduar. Një veçori tjetër që ne në Labëri e kemi pasur dhe po përsëritet. Nuk u përlot, edhe kur pa lotët e vajzave, edhe kur kuptoi nga mesazhet e shokëve një lloj dhimbje, ai shprehej, qëndroi fort. Çdo gjë mund të ndodhte, por kënga jo nuk do ndryshoj dhe s'do pushoj, thoshte ai. Dhe në fund, ku shikon se forcat e lën, shkroi. Në rrugën time pa kthim, dua një këngë ta mbaj në shpirt dhe të mbetem në zemrën e këngës Labri. Ndaj, 2 vargjet e tij ngelen të mbaj për amon. Mos u mërzit, o vlla, sëmundja kështu e ka. Guximi I familjes dhe e shokëve të tij për ta shkuar në vend këtë amanet të Piros, beti si simbol I forcës që ka kënga Labri që të përcjell edhe kujdes. Kënga u bë, por lotët nga vajzat nuk shteu, sepse çdo baba, e veçanërisht Piro Bregu, ishte për vajzat dashuria më e rrep. Ishte dashuria më e plot, ishte më e pastër, më e lartë, më e papërsëritshme, më e paarritshme. Ishte mbështetja më e fuqishme dhe më e sinqerta ku mund të strehoj dashuria e 2 vajzave. Ndodhe kështu se që jo vetëm një baba model për to, por edhe një burr me vlera shpirtërore të pahepura, I zakonit dhe I traditës, I modestisë dhe I krenarisë për gjitha ato që arriti.
Pirua ngeli model i luftës për emancipimin e familje. Dhe këtu neve e pa. I ka përseu hallet të familjes, edhe të fshatit, edhe të krahinës, dhe u bë një personazh në labëri që njihej gjithandej. Këte rrithe arsyeja që lotët nuk rritnin nga sy, po rritnin nga zëmra e secilit që e njohu Piron dhe e përcolli. Të dhimbur që sot se kemi, po të gjithë jemi të lumtur që nga familja, vllai, motra, babai, bashkëshorti, gjyshi, shok e mik, që ne e patëm bashkëpunëtor tonë. Në këtë ditëlindje duhet kujtoj vardjet e tij. I lutem diellit dhe hënës, bashkë me bekim të nënës, sa mal kam që t'ja marr këngës, ashtu si me fjalë të zëmrës. Dhe në përgjigje të tija, i kthej 4 vardje të një poeti tjetër. Ku je vëlla, që si dukur, malli s'nxirret vetëm me këngë. Në çfarë penesh valli e futur, vjen në ëndër rënd. Të nderuara vajza, edhe familja, edhe miq i shoh. Kur të keni mal për Piron dhe për babin tuaj, dini përpara pasyrës, dhe të sytë tuaj do të shikoni sytë e babait, i cili ju shikoni lart nga qielli e që e pranoi vetë qiellin në gjirin e tij për të mbështetuar në jetën tuaj si modeli më i mirë që duhet ta ndjekim. Faleminderit profesor. Në mes të nëntorit, kur në dhomën e spitalit Karegji, ashtu siç thot edhe Migjeni, babi Matan Gardit nuk po shikta asgjatre, papritur erdhi një mesazh në telefonin e tij që i ktheu disa grinca lumturie atyre ditëve. I shkruante Bareq Sadiraj, kryetari i fshatit Kanin, dhe i jepte një lajm të bukur që po bëhej propozimi që Piro Bregaj të merrte titullin personalitet i shquar i Llambërisë dhe patjetër zoti Bareq, ju do të thoni fjalët e zemrës për mikun tuaj të shtrenjtë në këtë ditë të veçantë që patjetër ju keni kontributin tuaj. Ju falenderoj përzemërsisht të gjithëve që sot jeni në ditëlindjen e Piros. Ky është një event tepër i veçantë për mua, personalisht dhe për gjithë komunitetin Kanin. Ju falenderoj në emër të kryesisë fshatit Kanin dhe të shoqatës patriotike ardhëtare Kanin. Unë me Piron kam një diferencë prej 7 vitesh. Kur unë kam qenë në klasë 8, Piro ishte në klasë parë. Unë shkollë me kisha 2 minuta larg, Piro ishte gati 1 orë larg. Nëna ime, sa herë kur e takonte, dhe kjo më ka emocionuar jashtë mase. E puthte në gush sepse vinte një djalë i vogël nga 1 orë larg, shi, borë, bresh, kalonte prorë i mej, dhe vinte në shkollën e Kaninës. Kjo ishte një mesazh që unë pata nga Piro. Në momentet e fundit të kohën, isha dhe duke i folur për t'i dhënë kurajo. I flisja dhe gjuhën ushtarake. Piro mbaj, nuk po e flas si këngëtar, por unë njoha tek Piro një personalitet, një burr të jashtëzakonshëm. Ai luftoi me vdekjen dhe mu them vallëzoi me vdekjen, këndoi me vdekjen. Duke parë gjithë këngët e Piros, pash dhe një këngë për këngë. Do ta citoj se më bëri, kjo këngë më bëri këndoj shumë dhe kjo këngë sikur ishte bërë për Piro. Ligjëro moj këngë, dhe pse heq dhe vuaj, ti më mban më këmbë, se do kesh mbaruar. Një jetë të tërë, me këngë e kam shkruar, po hallet s'mundan, më shumë më janë shtuar. Kush e shpiku këngën, qoftë i paharruar, kush e mban të gjallë, vdek duke kënduar. Vetëm një Piro Bregaj, vetëm Pirua nuk vdek duke kënduar. Por ngeli i pavdekshëm me këngën. Do të më falni sepse kam një mesazh zanor nga Pirua në momentet që ai ishte në momentet e fundit jetës. Më ka lënë një testament, një kaniot i ndershëm, një burr fizik që nuk do të harroj për të jetë. Do ta them me zë të falenderoj shumë Bareq për kurajën që më jep. Vërtet unë e kam pasur këngën, unë me familjen tuaj kam qenë anë Korregjia më poste edhe në gush
Edhe unë rrita bashkë me Zahetën, unë rrita bashkë me të gjithë jo. Ne aty të kishim idhull, do me thënë tyre, besimin që ikën në shkollë, por besoj, unë jam i qetë, shpresoj shumë, unë vetëm këndoj edhe aty të lartë të vijë për gjithmonë, unë do vi si kapetan, nuk e qaj kokën as kam dekte. Unë vetëm këndoj abitën doktora, si ka mundësi, me këtë si mundi, thot, unë se mirë një të mirë, ju do më shërani, ju do... E kam kurajon barish, nuk e qaj kokën fare, vetëm këndoj, abitën doktora. Italishtin e di mirë, i komplimentoj, i bëj, kam shumë shpresë ta edhe barish. Shumë faleminderit po më ingurajon shumë vlla. Të përqafoj, shpresoj shumë që t'ja nisim këngës në kamin, shpresoj shumë vlla im. Të përqafoj me malë, se kam sorume të ndore dhe thashtë të ja plef. O në baqenë tënde. Ky ishte Piro Bregu. Pra të sidosh vdekjen, të vesh duke kënduar. A ishte, dhe ngeni për mua, kë ngeni një testament, që ne kishim festën e 28 nëndorit, por e bëm disit veçantë. Ismail Beblora flamurin e ngritin orën 16:30. 17:30, po 16:30 i bime orën sepseve. Dhe ne kishim organizuar dhe me Piron komunikoja shpesh dhe ti do vish do këndosh. Piru a erdi këndoj, edhe pse i vdekur, por ngeli i pa vdekshëm. Ka ngelur shumë emocionuse, sepse ne nuk detyrimisht me që përgatitur koncertin, po ne vendosëm si shoqat, si kryesi fshati që do të hapnim dhe do të mbyllnim festën me këngën e Piro Bregaj. Dhe festa filloi dhe mbaroi me këngën e Piros, por me emocionusja. Kush ishte? Piru a erdhi përsëri aty dhe vendosi kurorën me lure tek busti i Ismail Beblorës. Ai u kishte dhënë në amanet 2 vajzave, të shkoni dhe të çoni kurorën me lule. Kje pjesa më emocionuese e festës. Kishte lot për Piron që dhe kishte ndëruar atë jetë, por ai erdhi dhe çoi amanetin deri në fund. Këndoi dhe erdhi çoi kurorën me lule tek busti i Ismail Beblorës. Të nderuar pjesëtar të familjes Piros. Të jini krenar, sepse Pirua ju ka lënë një vend deri. Pirua do të jetë gjithmonë në zemrat tona dhe në çdo fest në Kanin do të filloj dhe do të mbaroj me këngën e Piros. I paharuar, i përjetshëm kujtimi i Piros. Të roni dhe ta kujtoni. Në 27 nëntor, në më saktë në 26 në orët e fundit të jetës së babit, për shkak të dashamirësisë edhe gatishmërisë së një burri fisnik të kryetarit të shoqatës Labëria për gjithë Shqipërinë zotin Agim Qiraku, babi arriti që ta shihte me sytë e tij titullin personalitet i shquar i Labërisë. Pa kontributin e zotërisë së kryetarit të shoqatës, kjo do të ishte pamundur, e një kryetari që po bën maksimumin për të mbajtur në pjedestalin që i takon dhe në pozicionin që i takon gjithnjë shoqatës Labëria. Zoti Qiraku ju ftoi që përveç fjalës së rastit të dorëzoni dhe titullin e nderit. Të nderuar të afërm, miq shok të njeriu ton të dashur Piro Bregaj. Sot jemi mbledhur për nderuar punën dhe veprën e një njeriu të shquar të qarkut vlorit, miku tim Piro Bregaj. Si kryetari i shoqatës Labëria deri kombit, e kam shumë të vështirë të flas për jetën dhe punën e tij, pasi Piro kishte 2 jetë, jetën si qytetar i nderuar dhe jetën e këngës. Të këngës bukur labe dhe kjo jetë e tij e dytë ishte më e bukur, më e spikatura, më madhështoria. Ende në sytë e mi, Piro vjen ashtu i qeshur, i bukur, zemërbardh, iku të ngjendur dhe fjalë mirë. Sa herë takoja, merrja me vete një ngarkesë pozitive, çlotëse, lehtësuese. Ai dinte të fliste bukur, por edhe të këndonte bukur. Ai dinte të respektonte, po dinte dhe të zgjidhte fjalët. Ai kaloi shumë betejë në jetë, por nuk luftoi që fitoret e betejave të shpërbleshme me medalje ari. Medalja për të ishte fjala e mirë. Pse kemi nevojë të duam dhe të na duan? Nga vim, ku do të shkojmë, kur do të vdesim, cili është shqetësimi i jetës sonë? Shumë mendimtar, filozof, aktivist dhe artist mëdhenj janë përpjekur për të përgjigjur këtyre pyetjeve gjatë jetës së tyre
dhe kanë lënë prapa një trashëgimi të tërë me thënie shumë inspiruese. Por përgjigjen më të mirë e ka lënë Pirro me veprën e tij si baba shembullor, si qytetar i ndershëm dhe si këngëtar mblera. Janë të rralla njerëzit në botë ku të drejta këto për kufizimin përmbledhen tek një emër i vetëm, siç është emri dhe vepra e Pirros. Ai është biri i kaninës heroike, i kaninës legjendare. Në këtë fshat magjik u lind dhe hodhi shtat po në këtë fshat me historinë me plot mistere. Në rrugët e fshatit të bekuar të fshatit të historisë dhe plot mistere, në rrugët e fshatit të bekuar nga Zoti mbaroi shkollën 8 vjeçare. Pastaj ecën në rrugët e bukura të Vlorës duke mbaruar shkollën e mesme ekonomike dhe më pas përfundoi fakultetin ekonomik në vitin 1989. Kudo ku punoi, ai la emrin e tij të mirë, gjuhën e intelektualit korrekt dhe të palodhur. Në nëntor 2024, ai do të bënte një poezi për nënën Nifen. Këtë poezi e mora me Facebooku i tij sepse më ka mrekulluar për gjuhën e thjeshtë dhe mesazhin e fortë që ai përcjell. Ai këndoi nën Anifes që iku në përjetësi dhe që as e mendonte se dhe jeta e tij do të ishte në limitet të fundit. Sa bukur i thur vargjet me shpirtin e tij që libar. Ishte pasditja më e bukur aty përballë dy deteve, krah për krah me nënat e Xhanit, një kafe për 7 palqefe. Janë vargje që tregojnë për shpirtin e tij të lirë, për dhëmshurinë, për moshën e tretë, për respektin ndaj atyre që i lindën dhe mëkuan për dashurinë dhe ardhëun dhe familjen. Dhe jeta më e bukur për të ishte ajo e këngës. Në vitin 2000, ai u bë pjesë e grupit polifonik Ismail Qemali, të Kaninës, u frymëzua nga këtari kaninjot Zaçe Kaplani dhe u bë një mjeshtër interpretim si marrës dhe kthyes i këngës kaninjote. Pra herë si marrës dhe herë si dhënës i grupit, ai dha një kontribut të madh që ky grup të marrë vendin që takon të grupet polifonike më me emër të polifonisë së bukur Lave. Në këtë grup, ai ngriti skenat e festivaleve kombëtare të Gjirokastrës, Odës Librane dhe në koncerte madhështore në Tiranë, Prishtinë, Prizren apo dhe në Top Channel. Zëri i tij melodios, duke sikur vjen edhe sot pra nesh duke na thënë: "Miq, unë nuk kam vdekur, jam mes jush." Nuk vdes kurrë, pasi edhe kënga Lave nuk do të vdes kurrë. Në botën artistike dhe kulturore të polifonisë së Kaninës, ku bënte pjesë dhe Pirroa, janë ngjizur tema e motive të larmishme që kanë të bëjnë me doget dhe zakonet, botën mitologjike dhe heroike, dasmën dhe dashurinë, shpirtin lirik dhe peizazhin natyror e shpirtëror banorëve në përshekuj. Sipas studiusve, Ramadan Sokoli, Spiro Shituni, Tish Daia, Reshat Osmani e Haxhi Dalibi, kënga polifonike e Kaninës ka ndikuar fuqishëm edhe në krijimin e fizionomisë së këngës popullore qytetare të Vlorës. Këtu Pirroa ka dhënë dimesën e tij modeste për të pavdekshme. Pra jeta e këngës Pirros ishte si një vendim e bukur që jepte dritë familjes, shokëve, miqve dhe të gjithë atyre që e kanë njohur. Ai la pas 70 këngë, një përmendore të rrallë që ruhet në memorin e çdo vlenjate dhe çdo shqiptari që është dashuruar me këngën Lape, duke vulosur përjetësisht pavdekshmërinë e tij. Pirro, ti je mes nesh, mes këngëve tona, sepse dhe jeta jote ishte një jetë e bukur Lape. Shoqata Artëtare Kulturore dhe i kombit Labria. Certifikat personalitet i shquar i Labris i jepet zotit Piro Brev, u dalluar në profesion e ekonomistit për kontribut në forcim të ekonomisë, si në tatim taksa, KZSH, në kesh, si brenda dhe jashtë grupit. Por ajo që dalloi nga të tjerë ishte angazhimi i tij në dashurinë për këngën Lave, në veçanti të asaj Kaninës dhe gjithë Labris. E mësoi në Begjli, e interpretoi kur u rrit dhe e dashuroi derisa vaje. Organizator dhe pjesëmarrës në shumë festivale dhe kombëtare, një i zgjedhur i duhur në drejtim të kryesisë shkretare së Vlorës. Kryetari Adryl Qira. Ne sot jemi një familje madhe dhe
Sot kemi shumë kujtime të bukura për të rikthyer, shumë biseda për të bërë së bashku dhe besoj se kemi zgjedhur një ambient të përshtatshëm për të ndarë kujtimet më të bukura që na ka lënë Piro Bregaj. Prandaj ju ftoj të gjithëve në një koktejl që është organizuar në ambientin e verandës së sallës së Marina Bay. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe uroj që t'ju shohim dhe t'ju takojmë vetëm në të mira dhe në gëzime.